Gjenden 4 litra të një pije antike alkolike 2000 vjeçare. Shishja prej bronzi ende e mbushur me një lëng ngjyrë blu në jeshile, pa aromë, është gjetur në Kinë. Sipas analizave të deritanishme, mendohet të ketë qenë një pije alkolike me bazë drithërash dhe shumë përbërje organike, mes të cilave aminoacide, sheqerna dhe acide yndyrore, çka përjashton faktin që kjo pije të ishte thjesht një ujë i filtruar në shishe. Gjithashtu rezulton se drithërat e përdorura janë bluar dhe pjekur, përfshirë edhe praninë e lartë të erëzave e të majasë së birrës, çka konfirmon procesin e mirëfillt të fermentimit. Vazoja antike prej bronzi është gjetur gjatë gërmimeve në një varr dhe ishte e mbyllur hermetikisht me një shtresë argjile. Tani kërkuesit do të riprodhojnë të njëjtën pije për të kujtuar nëse është e njëjta pije tradicionale kineze e quajtur Chu, që ka pasur gjithnjë përdorim të gjerë në kulturën e tyre prej shekush.